Faleminderit Kryeministër. Unë të falenderoj që një nga vëmendjet më të shtuara e ka pasur për bujqësinë, sidomos për sektorin e agroturizmit dhe të vreshtarisë, që është pjesë e rëndësishme e agroturizmit. Gjë që ju e keni dëshmuar. Ngrihen çik zërin, se nuk e kemi të ulët zërin. Gjë që ju e keni dëshmuar edhe për të disa të herë që ka vajtur në kantinën tonë, kantinën uradare, dhe të falenderoj për këtë. Unë doja të, përveç sukseseve që është në këtë sektor, doja të bëja një kërkesë, domethënë ndoshta edhe në emër të gjithë prodhuesve të vendas, të verës, që të gjitha strukturat agroturistike që ndodhen në qark këtu edhe ndoshta edhe në Shqipëri, jo të gjithë marrin produkt shqiptar. Nuk e di, kanë një lloj problemi inferioriteti dhe do t'i lutesh shumë, do bësh shumë punë për ta çuar këtë produkt në këto strukturat. Kam parasysh që ku kemi qenë në Beograd, në këto vizita që kemi bërë në për kantinat serbe, jam habitur kur tha neve nuk tregtojmë produkt huaj, absolutisht. Vetëm sa me insistimin e një klienti ne mund të ashtë. Në Shqipëri akoma është e kundërta. Mua më vjen keq që shumë struktura që i kanë ngritur verën shqiptare domethënë nuk e trajtojnë në vlerën që ka. Doja domethënë qoftë nga gjithë sektorët e Ministrisë Turizmit gjithë që të bëhet një propagandë që konsumojnë sa më shumë produkte shqiptare. Po Fatos, ke plotësisht të drejtë, edhe tani një pyetje kam unë para. Ka ecur bujqësia në këto vite, Fatos? Absolutisht, neve jemi 13 vjet, juve keni 12 vjet në pushtet, normale që do ecet. Do ecet vetë, ëh. Normale do ecet, nëse nuk mund të E shikon, përmirësohet, po nuk bëhet, i thonë. Po jo, po ne nuk mund ta bëjmë krahasimet me 34. E shikon ja, urdhë. E shikon? Kështu që absolutisht ka ecur. Si mund të thua mund të krahasimin e 34. Jo, në kuptimin që a ka ecur për shkak të kohës, po edhe e pra e solli koha, e qartë. Jo vetëm koha, absolutisht. Domethënë këta demokratët ndahet në dy kategori. Dgjoj, dy kategori. Kategoria dominante e madhja është ajo që thotë këtu s'është bërë asgjë, përkundra se gjërat kanë shkuar më keq. Është një kategori e vogël e njerëzve që kanë logjik, po i kanë bet fiksimin, s'ke çaj bën që thonë solli koha. Këto të dyja. Jo. Shiko, unë do të jem korrekt. Jo, unë do të jem korrekt. Më nuk bëj shaka, bëj shaka, po tani unë s'po të kërkoj. Bëj shaka. Unë jam biznes edhe unë jam i hapur sepse unë biznesi sigurisht që e kam ngritur me familjen time, absolutisht, sigurisht me ndihmën edhe të ato që tham të skemave të impartit edhe të mbështetjeve që ka pasur qeveria. Nuk bëhet fjalë kjo. Ideja është që të themi gjërat të vërteta ashtu siç janë. Po të vërteta, pra. Absolutisht që bujqësia ka ecur parë. Ndryshe nuk ka pasur kaq sera. Serat janë edhe cilësore në ndërtim. Deri dje beshin serat 2.4 metra, sot janë sera. Rëndësi ka që të bijem dakord që ka ecur përpara dhe ka ecur goxha. Gjedra që është figurim, ka pasur vetëm një, ju keni qenë 3-4 herë aty, ka pasur një golub aty, po sot është një impiant sot. Po. Rëndësi ka bijem dakord që ka ecur përpara. Pastaj se si dhe pse, le të rrim të ndarë. Ti thua e solli koha, ne kemi një mendim pak ndryshe. Edhe koha, jo vetëm e solli koha. Ç'më gjeti nuk. Pra, dhe e dyta, që domethënë unë në lidhje me këtë shqetësim që ngrita, jam i bindur, nuk e di e kanë ngritur të tjerë prodhues vera apo jo, kantina që kanë, por mado mendje që e kanë këtë shqetësim. Unë për vetë time mbase se kam shumë, sepse unë po do t'ja përgjigje për këtë. Do t'ja përgjigje për këtë, do të them domethënë. 60 vende të botës dhe normale domethënë nuk më del, por e quajnë, mua më vjen çudi si e quajnë produktin shqiptar që nuk bën. Do të them për këtë, po për këtë solli koha, se koha mund si edhe gjërat mbrapsh, e kupton, koha i sjell edhe mbrapsh, i sjell edhe parç, mbahet se kush e administron kohën. Po nëse ti aty rita ose edhe kaq që ke bërë progres të madh. Po ndërkohë, ne kemi me